Opozita e bashkuar ka thirrur qytetarët nesër në protestë për rrëzimin e qeverisë dhe me kërkesë kryesore, dorëheqjen, largimin e ministrit brendshëm Fatmir Xhafaj. Por si është menduar protesta nga demokratët, unë do të ndaj një bisedë në studio me deputeten e Partisë Demokratike, zonjën Grida Duma. Zonja Duma, kënaqësi që jeni në studio me mua. Përshëndetje, kënaqësi është dhe për mua. Nesër do të protestoni. Cilat do të jenë mesazhet kryesore që opozita do të përcjellë në këtë protestë? A do të jetë ajo një paqësore? E keni treguar që kanë qenë të tilla në rastet e mëparshme. Më lejoni që t'i drejtohem qytetarëve, jo thjeshtësisht se cili është mesazhi politik i një proteste. Sigurisht situata në Shqipëri tashmë nuk është një situatë e cila duhet përcaktuar vetëm si politike. Ndërsa vija tek ju, mendoja për arsye që çdo shqiptar që nuk aderon në një parti politike duhet protestojë. Mendoj që në këto momente Shqipëria është në një krizë të thellë shpirtërore, morale, shoqërore dhe jo vetëm politike. Politika është e fundit në këtë moment. Dhe ju siguroj që është vetëm maja e icebergut, çështja e një ministrit brendshëm, çështja e të qenurit në qeveri apo jo e Ramës. Po mendoja për dhjetra qindra të rinj, që unë i kam student, prej dekadash tashmë, që i vetmi mendim që kanë është ta lënë këtë vend dhe si do t'i drejtohesha këtyre individëve, këtyre njerëzve cilët janë të vetmit që mund ta bëjnë këtë vend, ti thoja vetëm kaq, ndërsa mendojnë pafund se ku duhet ndërtojnë jetën e vet, kemi që të gjithë nga një mision të vogël apo të madh, që të bëjmë diçka për këtë vendin që është i joni gjithsesi. Edhe ata që mendojnë që këtu nuk bëhet më, duhet protestojnë dhe nuk është kjo për të thirrur dhe për të votuar Partinë Demokratike. Protesta, pavarësisht se kë voton, është për veten tonë. Megjithatë kërkesa kryesore është dorëheqja e zotit Xhafaj. Kjo është shikoni, kërkesa kryesore, sa kërkesa ka pasur politika deri sot. Çështja është misioni, qëllimi, arsyeja, fakti dhe ajo që brenda nesh mendojmë pse duhet protestuar në këtë vend. Për çdo njeri i cili shkon në një banak të OSHS, i cili e di shumë mirë që pavarësisht se dëgjon nëpër ekranet që nuk është rritur kjo, nuk është rritur ajo, nuk janë rritur taksat, nuk janë rritur shërbimet, ka shërbim shëndetësor, po ka arsim më të mirë, dhe që e di që po paguan më shumë, dhe që e di që i mbeten shumë më pak, dhe që e di që nuk meriton të jetoj kaq keq, duhet të protestoj. Si fillim nisim nga kjo, ky është bazamenti. Pastaj politika bën pjesë në vet, duke treguar që koka e problemit nis pa diskutim nga qeverisja. Dhe koka e problemit është që nëse sot çdo njeri i cili punon ndershëm, duke nisur nga ju që keni bërë karrierën hap pas hapi për të arritur deri këtu, por që e dini shumë mirë që vetëm një pakic arrin sot të vlerësohet me merit dhe shumica është sot në depresion absolut, se nuk di se cila është e nesërmja e vet, sot njerëzit duhet kuptojnë që pavarësisht ju thash edhe një herë do ta theksoj fort se kë votojnë